A mund të lutem për ty sot me datën 7 mars 2026, le të lutemi së bashku. Zoti Jezus, personin që ka ndaluar me besim në emrin tënd të shenjtë përpara fronit të Atit, e sill si një kup që dua që miku im të jetë duke u mbushur me bekimet e tua, me mburojën tënde, me bujarinë e qiellit. Bëj të mundur, Zoti i dashur, që sot me datën 7 mars ai bashkë me familjen e tij të jetë duke shpallur që sot është dita e Zotit, dita ku Perëndia bëri mrekulli, dita ku Perëndia na u zbulua në madhështinë e tij. O Krishti i dashur, lutem në emrin tënd të shenjtë që miku im, i cili ndoshta ka patur një javë të vështirë, tani sot ditën e shtunë, të jetë duke marrë një ditë ku ai të jetë duke u relaksuar dhe duke marrë energji të reja, që në këtë mënyrë të jetë duke vazhduar përpara. Mburoja dhe bekimi yt o Zot, shërimi yt të jetë mbi mikun tim dhe familjarët e tij. Në emrin e Jezus lutem. Amen. 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 Zoti Jezus bekoft miku im i çmuar. Nëse erdhe deri këtu dhe kjo lutje e shkurt ishte bekim për ty, të lutem shpërndaje që dikush tjetër të bekohet, e deri nesër unë do them paqja e Zotit qoftë me ty. Mirupafshim.